E shikuam videoklipin e artës dhe me njëra kalova në pjesën tjetër ku unë kam knasin se këto momente kam Halil Halilin, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Një Kafe me Lave. Përshëndetje Lave, faleminderit shumë. Si kemi Presheven? Mirë, Presheva, si Preshev. Jenë Preshev apo jenë Prishtinë? Familjen e kam Preshev, ta shkove të fundit ma shumë në Prishtinë të jetu vetë. Në Prishtinë po jeton vetë. Po studion? Jo, studimet e kam Tetov. Jam Tetov, po tash do me thonë si kam fillu me marrë me kongën, po duhet... Po duhet këto? Po duhet. Të janë krejtë, do me thonë. Do me thonë se në Preshev nuk ka thuj se farë perspektiv për artistat, edhe po duhet më angazhu në Kosovë. Kongën, videoklipin, e ke sjellë që do ta shikojmë sot bashkë për me shikuesit? Konga re ka dalë është një baladë, do me thonë që është punu nga Shkumbin Azizi. Tekstin e ka shkruaj Madhi Fatmir Muja, tekst shkruaj si një orë. Për klipin është për kujdes Pink Moon Kreativ nga Prishtina. A je knaqëm? Shumë i knaqëm. Dhe kisha dash një përshëndetje speciale për ikonën e muzikës shqiptare, Zotri Sabri Fizullohën, që më kam bështet qka është dasht. Prej ditës pa. Po, prej ditës pa, faleminderit shumë. Më vjen mirë, kështu që më vjen mirë edhe që në anën tjetër je orë në Prishtinë, edhe besoj që kime pas suksesin dhe kime pas dyrë të hapura këtë anën tjetër. Shpresojmë, faleminderit shumë prej gjithë ata që jem pikëpari familja, që është në letë parë, shoqënia e krejt ata që më kam përkra. Jo, shumë faleminderit. Me hynë ato në Preshevës pak... Jo, pa problem. A nëzirë problema jo? Jo, nëzirë problema. Jo, përdrazi. Ka një majicët, e kom ja përsi që dhe më prej musafirve që e kom pas, Shqiponjen me pas dhurat kështë. Shumë faleminderit. Po du me të pyrt kështu, 28 nëntonin, ku e kalove? Në Presheva po në Prishtinë? Në Prishtinë. Në Prishtinë. Po. Atmosfera Po, në kullë. normal. Kjo është projekti jëti sati? Projekti jemi parë, profesional. Inshallah me të mbarë, së të Një Kafe me Lave në kush vjeni me të mbarë shkan. Po, shpresoj ashtu, ju ka jetë shumë, shpresoj të jam një prej atime, faleminderit shumë. Ki me ndu me njëherë tash, qka me bo? Po, do me thonë, janë edhe 2 projekte tjera, 2 këngë treja që kanë më bo, janë 2 duete, po me nëj letë jesin surprizë për publikon, janë mas vitit 3, tash jemi në gjirimet e mrakon për festat e fund vitit, po, kështu hapas hape. Okej, po du me të pytë tash kënanën tjetër, edhe ka familja të jeni me hartë miremi? Po. Organizime, me gjara, me këto? Po. Po, do me thonë tash përbjen si me lavdu, po në kohën e luftës në atë kohë kur do me thonë situata ka qenë pak ma e vështirë, babi ka kontribu për estradën shqiptare, po gjithmonë ka qenë një knatësi e madhe, me ndimu atyve këngëtarëve, aty në aktorëve që kanë pas nevoj për ndihmën e babit tem. Dhe ka me konë gjithmonë dera hapa. Kështu që edhe ti e ki një shtytje të fortash. Po. Babin i cili ka ndihmu shumicë dhe besoj të uroj që edhe nanën tjetër edhe ti ki përkrajen e ki prej tina. Po. Shumë. Unë po të falenderoj sepse jemi minutat e fundit e emisionit Një Kafe me Laven, po të falenderoj për zemërsisht që je pjesë e emisionit Një Kafe me Laven, sot edhe të priftë mbara pa të sukses. Falenderit juve, falenderit për ftesën shumë, shpresoj suksese këtë primë së bashku. Okej. Tani këto momente, unë kësha dashur ta përmbyllim këtë pjesë bashkë me videoklipin dhe me këngën e Halil Halilit, i cili promovohet sot për herën e parë këtu tek emisioni Një Kafe me Laven, e më ne pas videoklipit kthehem tek fundi i emisionit. Jo, s'kam